Gjeneratën e vjetër e largoi nga kryesia e ngushtë, por vetë vazhdon të mbetet në krye të partisë. I pyetur për reformat e fundit në BDI, kryetari Ahmeti tha se kapiteni nuk e braktis anijen i pari. A ka BDI pa Ali Ahmeti? Jo, BDI do ketë pa Ali Ahmetin, po për situata është që kapiteni anijes nuk e braktis anijen i pari. Mirë po, kjo është një ndërmarrje e përbashkët. Unë të gjithë i kam pas pjesë ndërmuese bashkëluftar, bashkëveprimtar. Shembull Talat Xhaferi është krenar që është veprimtar dhe ka bërë fushat tani në zgjedhjet lokale. Nesër do bëj fushat në zgjedhjet parlamentare. Të gjithë e kanë këtë gatishmëri. Më thotë që gjeneratën e re ta ngrisin mbi supet tona. Dhe tani në fund është edhe kapiteni i anijes. Sa ta qesi ta ankoroj në breg anijen, fregatën, edhe ai do dalë. Kur do del në breg? Çfarë keni një qëllim që ju ka mbetur? Akoma ka dallg, të cilat unë me të gjithë ta bashkëveprimtarë që i kam, pavarësisht që nuk janë në udhëheqje, ata janë me mua, unë jam me ata. Thot kemi edhe pak punë për të bërë, për t'i qetë gjërat në binardë. Ahmeti foli edhe për mundësinë e pajtimit me ish bashkëpartiakët Izet Mexhitin dhe Fatmir Limanin. Ai tha se me ta nuk ka hasmëri, por për rikthimin e tyre në BDI, tha se nuk vendos Ali Ahmeti. Unë edhe njërin edhe tjetrin i kam patur njerëz të mi. Edhe qa do që them, po ta përsërisat këtu në studie, kom thonë, po të pështy për pjetë, pështy ma mbjen në fytyrë. Po thot, ata s'kam bërë mirë, atëherë them edhe sot e them, kam brakti shpinë e vete, ja kam pa hajrë në shpis vete, që këti Bashkimi Demokratik për integrim, dhe sa arsyetoj asnjëherë veprimin e tyre. Asnjëherë? Asnjëherë sa arsyetoj. Nuk leni hapësirë që në të ardhmen të pajtoheni? Tani unë asmëri nuk kam me asnjërin. Për të rikthyer, nëse e keni fjalën e Bashkimit Demokratik, vendos Bashkimi Demokratik jo Ali Ahmeti. Në lidhje me thirrjen për bashkim të partive shqiptare me BDI-n, Ahmeti tha se tani për tani po bisedohet vetëm me Arjanit Hoxhën e PD-s.